aq është i fshehur subhanahu wa taala, s'mundesh me e pa. Andaj pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën a ke pa Zotin, çka tha? Nurun, nur i madh. Do të na vjen një prej emrave të Allahut Nur. Nur i madh, ku ta shoh? E kam sheh Allahu xhelalu vetën me perdën e tina. Hadith tjetër, sa i Muslim ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu me heket perde në gjendjen e tanishme, çka i kanë krijesat, i djeg këtë i djeg. Deri ku të nalët shikimi ti. Ku nalët shikimi ti, dhahel batën, s'ka diçka që nuk e përfshin. Andaj, a e kupton pse Allahu nuk e paraqitet? Kjo si me thonë, dilli shumë nalt, ma poshtë, për krijesën, po shkrum ban kjo. Ti, qa gjithë nalt të kanë, nxehja globale janë që pesh atje. Ngrohja globale, qish me eftoh pak, po me zbritaj pak ma poshtë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë tha? Do t'ju afrohet dielli njerëzve ditën e Kiametit mbi koka. Por Allahu e hek vdekën aty, ti s'des. Veç njerëzor. Me vao njerëz tani, u kupom këtë, zheg i madh. Ti ala se di çka zhegi. Nuk na ende nuk e dim në çka zhegi. Allah na ruaj nga zhegi i ahiretit. Na bo fllata ditë të cilën Zoti ket fat pos i Zotit te bareke ve teala.